Kuvendit, i nderuar i Zoti Kryeministër, të nderuar zënës kryeministra, ministra, të nderuar deputet. Partia Demokratike e Kosovës vlerëson se çështja e zgjedhjes së presidentit nga populli është një temë shumë e rëndësishme kushtetuese. Është një temë që meriton trajtim serioz institucional dhe politik. Po a është ky trajtim serioz? Unë e tham as pak. Qysh me i thonë trajtim serioz këtë rast, ku edhe propozusja e këtyre amandamenteve në orët e fundit të mandatit saj i gjenë disa amandamente të trajtura për para 15 viteve. Vje keq, zonja kryetare e Kuvendit, që edhe Kuvendi po hin këtë vale të trajtimit të aktit më të lartë juridik të vendit Kushtetutës së Republikës Kosovës, amandamentimit kushtetutës në një mënyrë jo serioze. Seanca thirret për një çështje kaq të rëndësishme në 15/8/7/45 dhe materialet deputetëve